ditën e nesërme, ndërka që ne kemi përgatitur në detaje se kush janë kandidatët të cilët synojnë që të bëhen kryetar në komunat e tyre dhe janë 18 gjithsej komuna, ndërka që po i bie që janë 36 kandidat, të gjithë janë e nesërme. Nisim me një nga komunat kryesore në Kosovë, pra me Gjakovën. Aty janë 2 kandidatë, janë me emrin e njëjtë, është Ardian Gjini i Aleancës për Armërinë e Kosovës, i cili në zgjedhjet e 12 tetorit ka marrë 19.974 vota dhe në përgjindje i vjen 47.53%, ndërka që është edhe Ardian Gola i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili është me rezultate 13.403 vota, në përqindje i bjen 31.89%. Pra i bie që në Gjakovë nesër do tjetë një garë, nëse shohim këto rezultate, nuk do tjetë fort e ngushtë në numra, për faktin se kandidati i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Zotri Gjini, i cili mban edhe tash mandatin dhe është kryetar i komunës Gjakovës, ka shkuar në 19 bati i tij nga Lëvizja Vetëvendosje, ka më pak se 14.000 vota, pra i ka 13.403 vota dhe në përqindje është 31.89%. Është interesant fakti se që të 2 kandidatët, rrallë ka ndodhur kjo, që të 2 kandidatët i kanë do thëtë emrin e njëjtë, mirë po mbi emrin e ndryshëm, ndonëse edhe mbi emri fillon me shkronjën G. Dhe jemi akoma të shkronja A, sa i përket kandidatëve që garojnë për kryetar komunash, për shkak që flasim në një komunë tjetër që të 2 kandidatët kanë emrin që fillon pikërisht me shkronjën e parë të alfabetit, që janë Alban Hyseni dhe Arbër Ismaili në komunën e Gjilanit, dhe për dallim nga ai numër votash që ishte shumë i madh në komunën e Gjakovës. Alban Hyseni ka qenë kryetar edhe për 4 vitet e kaluara dhe në mes të kundër kandidatit të tij, i cili garon kundër Hysenit për herë të parë në Gjilan, Arbër Ismaili është më e ngushtë sepse kanë vetëm rreth 7.000 vota dallim me njëri tjetrin. Sidoqoftë Alban Hyseni është njëra prej 3 komunave ku prin lëvizja vetëvendosje nga 12 në fakt komunat sa është në balotazh si rezultati i zgjedhjeve të 12 tetorit, dhe i njëjti në zgjedhjet e asaj dite ka marrë plot 22.264 votave si pas rezultateve të fundit dhe të certifikuara të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që i bie Ismaili, cili vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka marrë 15.332 vota, apo në përqindje i bie 34.29% të totalit të votave të qytetarëve në fakt të cilët kanë votuar në zgjedhjet e 12 tetorit, e që janë 42.30% e numrit të përgjithshëm të qytetarëve që kanë votuar apo kanë pasur të drejtë vote më 12 tetor në komunën e Gjilanit, rreth 110.000 qytetarë. Dhe Gjilani ishte interesant për vetë faktin se përmende edhe ti që ishin shumë ngushtazi, sidomos kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili është kryetar aktual i kësaj komune, e kisha një farë pritje politike që do të shkonte ta fitonte Gjilanin në pa balotazh, mirë po doli ndryshe dhe ja ku jemi nesër edhe Gjilani, një nga komunat më të mëdha të Republikës së Kosovës, do të shkojë në balotazh, kurse tash dhe po e bëjmë këtë me rendim e alfabetit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka renditur kështu, do thotë e ka nisur me Gjilanin, pastaj vazhdon me Gjakovën, e ka nisur pastaj me Gjilanin, ndërka shkojmë me një komunë të vogël malore që është në jug të Republikës, që është Dragashi. Edhe atje do të ketë garë interesante për shkak se do të jetë Bexhet Xheladini nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cilin me 12 tetor në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale për pushtet lokal i ka marrë 6.670 vota, apo përkthyer në përqindje i bie me 45.6% të totalit të votave.
ndërka që kundër kandidat i kandidatit LDK-s për kryetar të komunës së Dragashit është Shaban Shabani dhe me përqindje i bjen 28.05% dhe kemi pa edhe këto do thotë arritjen e koalicioneve lokale që nuk pritëshin për shkak se lëvizjeve të vendosje e ka përkra do thotë janë bashkë me PDK-n në komunën e Dragashit dhe do të pritet një garë interesante, kjo për faktin se këta dy zotërit janë më shumë... Në më pak se 3.000 vota janë dalim, do të t'i ka i pari që është zotëri Gjeladini nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe zotëriu Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës. Dhe do të shkojmë në një komunë tjetër e cila është njëra prej, me qenë se po flisnim për koalicionet në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, janë dhe gara që zhvillohen në mes këtyre dy subjekteve politike. Njëra prej tyre është Kaçaniku, që me gjithat garës më 12 tetor i ka prirë Sabedin Vishi, cili ka qenë dhe vazhdon të jetë në fakt kandidat për kryetar komune të Kaçanikut nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili në zgjedhjet e 12 tetorit ka marrë 6.827 vota apo 39.61% të votave totale të gjithë kandidatëve për kryetar komune, ndërkaq i dyti, ai i cili synon që ta zë vendin të parit të komunës së Kaçanikut, është Jeton Raka i lëvizjes vetëvendosje, i cili në zgjedhjet e 12 tetorit ka arritur që të marrë 6.540 vota apo në përqindje i bie 37.94% të votave të përgjithshme të 12 tetorit të këtij viti. Dhe tani nga Kaçaniku, betejë e madhe e balotazhit zhvillohet nesër mes Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. AK-ja, e cila ka pushtetin momental lokal në Klinë, rikandidan, do thotë zotriun Zenun Elezaj, që është kryetar aktual i Klinës, dhe i cili në rrethin e parë të zgjedhjeve të 12 tetorit ka marrë 9.909 vota dhe në përqindje i bie 48.47%, kurse është edhe një person tjetër i cili ka qenë kryetar i komunës së Klinës, është një veteran i politikës jo vetëm në Klinë, por edhe në Kosovë besoj, është dhe i ka marrë 6.655 vota dhe në përqindje i bie 35.41% dhe nesër që të dy partit janë shprehur të bindura si do ta fitojnë në fakt Klinën, kurse nesër të gjithë banorët dhe banoret e Klinës janë thirrur që të votojnë dhe në nivel republikan janë më shumë se 1.500.000 votues të cilët kanë të drejtë të vote në këto 18 komuna që shkojnë në balotazh, për shkak se në rrethin e parë të zgjedhjeve, kur 38 komuna të Republikës shkuan në balotazh, kishim me të drejtë vote mbi 2 milion persona, ndërkaq tashmë me rrethin e parë kanë kryer punën pra 20 komuna. Do të flasim për një komunë tjetër që është jo shumë larg Prishtinës, e të cilën e përmendëm shkarëze pak më herët kur folëm për bashkëpunimin. Ndër mund ta shihni edhe në pamje të nderuar shikues për komunën e Fushë Kosovës, aty ku çdo ditë të kësaj jave, sidomos ka pasur fushat nga të dyja taboret politike që janë në garë, që do thotë janë lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që mes vete ka një diferencë prej afër 9% nga njëri tjetri, është Valon Prebreza, pra kandidati për kryetari kësaj komune, i cili ka ikur për kaq përqindje të votave kundër kandidatit të tij Besnik Osmanit nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe gjithsej në qytetin që po premtohet shumë, sidomos për industrializimin e kësaj komune, për shtrimin e rrugëve të reja dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve atje në një komunë e cila është në zhvillim e sipër çdo ditë, kanë votuar 9.733 persona për kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetar të kësaj komune, i cili vota kandidati i LDK-s për kryetar të kësaj komune, Besnik Osmani, i cili ka 36.66% apo përkthyer në vota i bie 7.902 vota. Dhe nëse i pyet kosovarët, edhe shumë njerëz të cilët e përcjellin
kretë fushatën zgjedhore, sidomos këtë të balotazhit, ku është gara më e nxehtë? Përgjigjja në një farforme kretë kështu papritmas, edhe jo edhe papritmas, thuhet që është Mitrovica. Në Mitrovica është një nga rezultatet më të ngushta. Pse ti vjen nga Mitrovica, apo është vërtet kështu, se kemi dëgjuar edhe për Prishtinën, edhe për Prizrenin? Po, me patjetër, sepse është garë interesant ngushtë në zgjedhjet e 12 tetorit, në rrethin e parë, por edhe nesër, në bazë të rezultatet që janë momentalen të certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është në Mitrovic. Për shkak se kandidati i lëvizjes vetëvendosje, Faton Peci, i cili ka qenë edhe ministër në qeverinë Kurti 2, ministër i bujqësisë, ka marrë 15.830 vota, apo në përqindje që i bie 47.90. Kësës Arian Tahiri ka marrë 15.708 vota, e që i bie 47.57%. Prandaj, e them që është një nga ngarat më me interesin më të madhë të publikut. Kjo duke ditur edhe faktin se lëvizja vetëvendosje, kryetari i saj që është kryeministër në detyrë, gjatë këtij 5 ditëshit të fushatës balotazhit, pothuajse nuk ka lënë ditë e orë pa shku në Mitrovic edhe për të kërkuar vota për kandidatin e tyre, përderisa në anën tjetër kemi pasur zotrin Tahirin, i cili synon veriut të Republikës, kemi pa që ka zhvilluar fushat të bollshme dhe të shpesht, dhe duhet ta theksojmë që Partia Demokratike e Kosovës mban sonte në pallestrën Minatori, duke filluar nga 18 bime zgjedhor të PDK-s, por do të jemi edhe me reporterët tanë, të cilët i kemi në të 18 komunat apo 18 rajonet ku zhvillohet nesër balotazhi. Dhe nëse jo ka qenë nxehtë sa është gara në Mitrovicën e Jugut, pothuajse të përditshme edhe të vetë kryeministrit në detyrë në Mitrovicën e Jugut, është një komunë tjetër e cila po ashtu po e zhvillon një garë shumë të nxehtë, dhe rezultati i së cilës do të jetë nesër pas orës 19 kuptohet, dhe po ashtu është pjesë e reflektimit të njërës prej garave më të mëdha sa i përket garave ndërmjet dy subjekteve politike, për shkak që mos harrojnë në më shumë vende me njëra tjetrën janë në Lidhja Demokratike Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje në plot 6 komuna, dhe njëra prej tyre është edhe ajo e Obiliqit. Gjafer Gashi ka prirë garës më 12. Shumë të ullët ka mbetur mbrapa tij edhe Halil Thaçi, që është kandidat për kryetar të komunës Obiliqit dhe garon nesër në balotazh, i bie 44.37%, dhe kemi dëgjuar shumë që është premtuar në Obiliq një zhvillim që mbase shumë qytetojnë se pse duhet deri tash që të bëhen akoma këto premtime, po flasim për Obiliqin, në vendin ku prodhohet rryma për të Republikën e Kosovës, e që janë premtuar më shumë të zhvillime energjetike dhe po ashtu ngrohtoria e qytetit, mirë po do ta shohim se cili kandidat. Do tjetë garë interesante, sidomos mes lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, saj përket Obiliqit me patjetër, por nga qyteti ku prodhohet rryma, ku zhvillohet një garë nga një veteran, në njërën anë është një veteran i politikës në Ravez, do të thoja, po jo vetëm, është Smajl Latifi nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, i cili është kryetar aktual, 8 vota, apo në përqindje i bie 37.18%, kjo sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërka që në rrethin e parë ka marrë 5.199 vota, apo që në përqindje i bie 23.93%, edhe në Ravez ka pas premtime të ndryshme për infrastrukturën e qytetit të Rushit, po ashtu edhe për zhvillime tjera infrastrukturore, por se si në Kosovës, apo zotri Ali Dula nga lëvizja vetëvendosje, do ta shohim nesër pas rezultateve të cilat, pra pas zgjedhjeve që mbahen për 12 orë nga 7 e mëngjesit deri në 7 të mbrëmjes. Nëse flasim për Borean, cili qytet të vjen në mend? Është njëri prej premtimeve
premtimeve në fakt më të mëdha të komunën e cila ndryshe njihet si lulja e Dugaxhinit e që është Peja. Atje Gazmend Muhaxhiri synon edhe një mandat në krye të kësaj komune dhe ka prir goxha shumë me vota përpara Taulant Kelmendit, i cili është kandidat nga lëvizja vetëvendosje, dhe nëse flasim me përqindje, Gazmend Muhaxhiri në zgjedhjet e 12 tetorit ka marrë plot 46.25% apo 3 vota në zgjedhjet e 12 tetorit apo 27.78%. Kjo është rezultati për Pejen, apo jo? Për lullën e Dugaxhinit. Po, në fakt, jo vetëm puna e Borejës mirë, po e prita që po më pyet cili është qyteti i Rrugovës, se deshta me thonë që Peja, po për qytetarët e Pejës. Kurse tash shkojmë te kryeqendra shqiptarëve, Prizreni. Në Prizren, kryetari aktual i këtij qyteti, Shaqir Totaj, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, po e kërkon edhe një mandat, ndërkaq që në rrethin e parë të zgjedhjeve, që u mbajt me 12.45%, kurse rivalin e tij në garën e madhe, pra në betejën e madhe të balotazhit të nesërm, zotri Totaj e ka deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje që vjen nga Prizreni, Artan Abrashi, i cili ka fituar në rrethin e parë 19.300, po ashtu edhe në Prizren ka pas koalicione të ndryshme, sikurse nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila është së bashku, kurse Abrashi ka bërë koalicion me parti të tjera, duke përfshirë këtu edhe ish-zëvendës kryeministrën, që është nën kryetare e tanishme e Kuvendit të Republikës, Emilia Rexhepi. Nuk dihet nëse ekipi Klan Kosovës ose dikush tjetër që ka marrë shembull nga ajo që ka bërë televizioni në zgjedhjet e 12 tetorit do të shkojë me dhuratë sërish apo jo në Kosovës dhe shumë televizione tjera për ta përcjellë garën në Suharek, ku nuk ka ndryshuar fare për vite me radhë edhe kandidatët që ja mësyn kryetarllëku të kësaj komune, pavarësisht që edhe në zgjedhjet e 12 tetorit ka prirë në këto zgjedhje kryetari aktual i Suharekës, Bali Muharremaj, me 12.937 vota apo me kalë zgjedhje. Bali Muharremaj është Ardian Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili në zgjedhjet e 12 tetorit ka arritur që të sigurojë 8.922 vota apo shprejon me përqindje 31.32%. Mund është edhe ky një veteran i politikës lokale dhe pashtu republikane, është Sokol Haliti, kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, 0.01%, ndërkaq kundër kandidat e ka personin ose kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, Arsim Ademi, i cili në rrethin e parë ka marrë, pra të zgjedhjeve, ka marrë 6.930 vota dhe në përqindje bie 33.46% të totalit të njerëzve të cilët kanë dalë për të votuar në rrethin e parë, kurse të nesër do të shihet se sa njerëz do të votojnë dhe kush do të jetë zotriu i cili do ta udhëheqë për 4 vitet e ardhshme. Dallim shumë të madh se sa komunat që folëm të paktën deri tash, është dashur që të arrihen edhe disa koalicione që rezultuan goxha të zhurmshme, pastaj edhe me akuza tjera që do të flasim dhe do ta diskutojmë vetëm pas pak, por se cili do t'jetë rezultatin në komunën e Vushtrisë, do t'a kuptojmë nesër, sikurse edhe në 17 komuna tjera ku Zhdrizi, cili ka rreth 15% më shumë vota në zgjedhjet e 12 tetorit se sa Sulejman Meholli, kandidati i lëvizjes vetëvendosje. Idrizi nga Partia Demokratike e Kosovës ka arritur që më 12 tetor të marrë 13.799 vota apo 9.399 vota apo 30.81% dhe në këto zgjedhje do të ndihmohet edhe nga Xhafer Tahiri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe tash mendoj që dush të vazhdoj me renditje. Apo do të shkoj me Jonikon, se kishim renditjen? I don't krejt. Jo. Me qenë të pëtën.
Po, do të flasim për Junikon. Në Junik, Ruzi Shehu dhe Agron Kuqi janë emra shumë të njohur për qytetarët e Junikut, sepse tash që disa vite garojnë her njëri, her tjetri për kryetarllokun e kësaj komune, mirë po në zgjedhjet me kandidatin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për shkak që ka marrë 1807 vota apo 48.89%, ndërkaq që Agron Kuqi ka arritur që të sigurojë 1437 vota apo 38.88%. Dhe ta shkojmë të gara kryesore, se thash njerë për Mitrovicën, e ka rallën Prishtina. Është Prishtina, por natyrisht që do tjetë edhe Mitrovica dhe gjitha komuna tjera që i bie, nëse numërohen këto të dyja, i bie në 16 të tjera. Në Prishtinë, gara e madhe e balotazhit nesër zhvillohet mes kryetarit aktual të komunës më të madhe në Republikë për Parim Rama, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili në rezultatet e rrethit të parë ka mbledhur 35.595 vota, apo që i bie në përqindje 33.71%, ndërka që është kundër kandidat është një Qeku, i cili ka marrë 35.077 vota në rrethën e parë të 12 tetorit dhe në përqindje i bie 33.21%, dhe po ashtu në Prishtinë do të zhvillohet një nga garat Pakica Turke në Mamush, dhe po ashtu është interesant që edhe në Klokot do të ketë balotazh, për shembull në Mamush i shohim këtë, por nuk do të ketë garë, për shkak se Božidar Dejanović, i cili është kandidati i listës serbe, i cili ka dali pari, nuk do t'i cili ka qenë, do thotë edhe kryetar i kësaj komune, është tërhequr nga gara dhe thotë se me thirrjen nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, do thotë është pajtuar që ta mbështesë kundër kandidatin e tij, dhe nesër vetëm formatisht do Bremini që i bën të thirrje të tërhiqej për shkak që ishte punësuar nga Serbia si pjesë e strukturave paralele. Pra, për shkak se nuk funksionon më ajo thirrje. Këta që të dy persona, do thotë edhe Božidar Dejanović, edhe ky Srećko Spasić, unë i kam intervistuar ndër vite këta në Klokot për shkak se këta kanë pasur, nuk është diçka e re, mirë po mbase duhet